Sëmundjet e zemrës kohëve të fundit janë bërë më të shpeshta edhe tek të rinjt, sidomos në moshat 25 deri në 30 vjeç. Kardiologu Luan Pazhari tha se është rritur numri i pacientëve me sëmundje të zemrës në gjithë botën, por edhe në vendin tonë. Kohët e fundit, jo vetëm keni, po edhe në gjithë botën, është preokupim rritja e numrit të sëmundjeve të rinjve të moshave prej 20 deri në 30 vjeç me natyrë kardiovaskulare, posaçërisht ato kardiake të veçantë. Ka disa arsye pse kjo ka mund të ndodhë, mirë po ajo që vret më shpesh është dhe ne gjithashtu edhe në klinikën tonë kemi vret aty, ka pacientë të moshave 20-25 vjeçar, të cilët kanë tension të natyrës shumë serioze, shkalla 3 e tensionit, dhe i cili nuk menaxhohet në mënyrë shumë të lehtë. Doktori Pazhari theksoi se stresi dhe puna dinamike janë ndër shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të zemrës tek të rinjt. Kjo ndodh më shpesh sepse të rinjt sot i ekspozohen natyrës të rrjeteve sociale, ritmi i shpejtuar jetës, e cila e ka provokuar anksiozitetin, stresin në mënyrë shumë të lartë, që për pasojë provokon ndryshime fillimisht në enët e gjakut dhe pastaj me kohë ato, me qenë se janë domethënë pjesë përbërëse e një organi të rëndësishëm, bëhen edhe shkaktare e fillimit të dëmtimeve bazike. Pazhari shtoi se të rinjt duhet të ndryshojnë mënyrën e jetesës, duke u marrë më shumë me sport, duke u kujdesur për shëndetin e tyre dhe duke u larguar nga alkooli. Mund të jetë edhe përdorimi i substancave të ndryshme, të disa të rinj për fat keq edhe atyre narkotike, pastaj alkooli, duhanpirja e shfrenuar, të gjitha këto janë faktorë të cilat e rrisin mundësinë për marrë dete një rrezik më i lartë. Të disa raste ne nuk e parashtrojmë mundësinë që tani i ri të zhvillohet edhe një infarkt i miokardit, i cili është, domethënë, një sëmundje e natyrës shumë të rëndë dhe e cila jo rrallë, kur do të vonohet, kur neglizhohet, mund të përfundojë edhe me invaliditet ose edhe deri në përfundim letal të ndonjë prej atyre. Të rinjt të marrin një informatë, të marrin një njohuri që jeta nuk është vetëm natyrë e shfrenuar, natyrë e daljes, natyrë e argëtimit, por ka edhe disiplinë e cila mund t'i kushtoj edhe me shëndetin e tij. E pse jo, ndoshta edhe me jetën. Ai tha se pacientët duhet të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrolle të rregullta, duke vizituar mjekun për konsult.